Shikues nderuar, ju përshëndes, jam rikthyer sërish në TikTok-u të ndalemi ditën e sotme tek zhvillimet e fundit në lidhjen e mesme dhe jo vetëm, ndërkaq siç e dim presidenti Donald Trump u takua me ekipin e sigurisë kombëtare në një moment kritik për vendimin ndaj Iranit, ndërsa dhe tensionet globale po rriten dhe diplomacia tashmë po mbetet disi deri në pikpyetje. Kam të ftuar ditën e sotme Elianos Kase. Përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje, falenderoj për ftesën. Atëherë Elianos, ne kemi diskutuar edhe herë tjera sa i përket asaj çka po ndodh tashmë në lidhjen e mesme dhe tensionet globale tashmë po afrohen në një pikë kritike dhe afatet diplomatike po digjen pra sa nga njëra anë tjetrën. Si e ke parë fillimisht të gjitha zhvillimet e fundit që kanë ndodhur sa i përket edhe armpushimit pra zgjatjes së tij mes SBA-s dhe Iranit? Atëherë, fillimisht armpushimi po i afrohet përfundimit të afatit kohor. Në 22 prill, Shtëpia e Bardhë ka deklaruar zyrtarisht që JD Vance nuk ka për të vizituar Islamabadin për një herë të dytë. Deri më tani nuk ka pasur një njoftim që ta kundërshtojë këtë deklaratë. Pra mund themi që sërish deklarata për paqe ka pasur stagnacion. Në këtë rast sërishmi Omani, Sultanati Omanit dhe Zvicra, Republika Helvetike e Zvicrës kanë dalë garant sërishmi për të vijuar dialogun e diskutimin me presidenti Trump në një nga deklaratat e shumta të tij, pasi siç e dim ai bën shumë deklarata që janë të vështira për të ndjekur edhe për mediat amerikane në përgjithësi. Ka deklaruar së fundmi se nëse ngushtica e Hormuzit ka për të hapur prej Iranit, ata kanë për të pasur përfitime deri në $500 milion në ditë, gjë që shkon tej shumë aktuale që ngushtica ka pasur fillimisht dhe asaj që paguhet sot. Gjithsesi, është deklaruar gjithashtu se nëse deri në përfundim të afatit të armpushimit nuk ka për të pasur një ajo që quhet në anglisht breakthrough ose një arritje të konfirmimit të dialogu ose pikave të përbashkëta, qoftë edhe disa pikave që cilat mund ta qetësojnë situatën, atëherë presidenti Trump ka deklaruar se nuk ka për të pasur më ajo që u quaj në llagap zotëria e mirë në diskutime dhe ka për të targetuar gjithë objektivat infrastrukturor, ekonomik dhe duke lënë të kuptuar që kanë për të pasur edhe civil brenda, cilat kanë për të krijuar stagnacion në ekonominë e Iranit dhe shtuar presion në popullsinë e tij. Gjithsesi, nga ana iraniane ka pasur një deklaratë të qartë që uraniumi iranian, mineralet e rralla iraniane dhe sovraniteti iranian nuk ka për të lënë në duart e asnjë fuqie të jashtme, sidomos Shtetet e Bashkuara dhe Izraelit. Një gjë që ka treguar ose ka bërë të qartë për gjithë vëzhguesit, observuesit, se situata ka arritur në atë pikë kulminante të ngërçit, ku të dyja palët nuk duket se do të lëshojnë palë, Irani nuk duket se ka për të shuar terren. Kjo është e qartë. Dhe ndosë është e paqartë nëse situata ka për të vijuar të eskaloj, pavarësisht faktit që siç e përmenda presidenti i eskalimit tashmë ka arritur vërtet pak a shumë kulminacionin. Kjo do të tregojë njëkohësisht nëse Amerika ka për të hyrë në një Vietnam të dytë ose në një Afganistan të dytë në Iran. Ne dimë që presidenti Trump do të dërgojë këmbë në terren ose që trupa në terren, gjë për të cilën iranianët sigurisht janë të përgatitur. Dhe ata janë duke provokuar që kjo gjë të ndodhi, pasi ne dimë që shtetet si Irani, Afganistani, Vietnami, me të tjerë, të cilët janë në territorin e tyre, e njohin vendin e tyre. Ka një territor gjeografik të karakterizuar nga ajo që quhet fortesëzimi, ose të pasurit një terren shumë të ashpër, pak a shumë si Shqipëria, me male të rrethuar, dhe shumë të vështirë për të çarë, pa infrastrukturë për të çarë, vetëm vendas si dinë si të manovrojnë në të. Ka treguar që për Amerikën ka qenë katastrofale. Amerika hyri mbi 10 vjet me luftën e Vietnamit dhe rezultoi në katastrofë totalisht në fund. Ata dështuan. Në Afganistan, Amerika pothuajse pak a shumë 19-20 vjet ishte në Afganistan, me miliarda dollar të hedhura, mos triliarda, dhe ne dimë se si përfundoi.
ndërsa për të hyrë dhe në Iran, i cili ndryshe nga Vietnami i viteve 60-70, ndryshe nga Afganistani i fillim viteve 2000, është shtetë i konsoliduar, me një ushtri të konsoliduar, dhe ne kemi parë që arsenali iranian ka arritur që të shkaktojë dëme me miliarda dollar, jo vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Izraelit, po edhe gjithë shteteve regionale, flasim se Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuwaiti, Katari, Omani. Pra, ajo që ka për të qenë përfundim, nëse gjendja ka për të shkuar deri në të farë pike, ndonse premisat, siç e përmenda, janë shumë të larta, nga deklaratat e fundit që kanë dalë në media, ka për të qenë ose një armpushim dhe Amerika ka për të pranuar disfatën, zyrtarisht, që ky operacion dështoj, ose kanë për të thënë thjesht ne fituam, me thënë sigurisht ne kemi dëgjuar parë këtë disa bombardime, disa mira civil të vrarë, infrastruktura shkatruar dhe fituam. Çfarë u fitua, askush nuk e ka kuptuar, por që kjo ka për të vendosur, si që thash, ose në këtë version, ose versionin tjetër, që Amerika ka për të hyrë në luftë totale në shërbim e Vietnamit ose Afganistanit. Nga ana tjetër, Eliano, sa real është dhe rreziku i një përshkallëzimi të mëtejshëm? Si që përmenda, përshkallëzimi duket i afërt, ose i paqartë akoma. Shumë aktorë ndërkombëtar, si edhe Republika Popullore e Kinës, India, Federata Ruse, Sultanati i Omanit, sigurisht, kryesisht vendet arabe, Republika Helvetike e Zvicrës, siç e thash, janë duke u munduar gjithkohës që të krijojnë dialog, që kontaktet të mbeten, që të paktën të ketë një lloj diskursi midis dyja palëve, me thënë çfarë kërkohet, çfarë ofrohet dhe çfarë pritet prej dialogut, pasi dialog pa benefite është disi i palogjikshëm. Një dialog ose takime siç e pamë në Islamabad, thjesht për të thënë çfarë kërkoj unë, çfarë kërkon ti dhe nuk mund ta akordojmë, është pak a shumë si humbje kohe për të dyja palët. Ndonse kjo mund të interpretohet, humbje kohës mund të interpretohet, humbje kohës mund të jetë edhe për të përgatitur terrenin për diçka më shumë. Nuk duhet të krijohet ideja që humbja e kohës është thjesht për të treguar që ne e bëm tonë, të themi në kuadër diplomatik. Njëkohësisht, potenciali i eskalimit. Siç e thash, potenciali është i lartë, por fakti është që Amerika nuk është gati për të potencial. Ne dimë që shumica e publikut amerikan nuk e dakordson me luftën në Iran. Po thotë se gjithë media amerikane është duke satirizuar këtë fushat të presidentit Trump, të palogjikshme edhe por të kushtueshme në anën ekonomike kësaj radhe, pasi ne dimë që vështirësia e Hormuzit e ka shkatruar rendin ekonomik global, nuk është më penalizuar tani, po shkatruhet në themel, në bazë të faktit që çmimet e larta të naftës, të gazit, të produkteve të naftës, si benzinat të tjerë, gazolinës, kanë arritur dhe po rriten akoma më shumë, ku në disa vende kanë arritur deri në $150 dhe është dhe një parashikim që mund të vijë deri në $200. Pra gjendja është duke dalë, le të themi, prej kontrollit. Korea e Jugut ka hapur rezervat, të cilat janë për 3 muaj. Kina ka hapur rezervat. Filipinet, Indonezia, Tajlanda pritet që të kenë një minus në GDP nga 0.5 deri në 1.5% në zhvillim, për kësaj që po ndodh. Pa përmendur faktin që përveç Azisë, e cila është penalizuar jashtëzakonisht, dhe që ka treguar edhe shenja të rritjes së konfliktit civil midis shtetit dhe popullsisë civile, të cilët kërkojnë një përgjigje prej shteteve të tyre, çfarë po ndodh, të gjetë një rrugë alternative. Edhe në Evropë, në sidomos në Gjermani, Britani, në vendet e Beneluxit, kjo po ndihet fort. Ndonse Evropa për energjisë, le të themi, energjisë së gjelbër, energjisë të rinovueshme të tjerë, është disi më e balancuar, dhe fakti që ata mund të blejnë nga Kanadaja, nga Rusia, nga Azerbajxhani, është edhe si e balancuar, gjithsesi është ndjer. 50 cent, 1 euro, një gjë tilloj, po pak a shumë këto ndërrojnë në buxhet, sepse ti duhet ta bësh këtë shpenzim ditë për ditë. Shumë njerëz e bëjnë, edhe në Shqipëri është ndjer, me sa kam dëgjuar. Po fillon, do vijoj të ndihet akoma më shumë, pasi duhet të tekstuar edhe fakti që nëse çmimet rriten, ato do të bien nëse ngushtica hapen. Ato mund të balancohen, por nuk ka për të qenë më siç kanë qenë më parë. Të paktën në një periudhë afat shkurtër, sigurisht. Pra gjitha këto kanë krijuar që presidenti Trump
mundësinë e skalimit siç e përmenda, duhet të jetë e mirë menduar dhe pa një opsion të dytë. Pra këtu nuk kemi një opsion si Afganistani. Pasi nëse do të ndodhi gjë që ka shumë gjasa të pakta që të ndodhi, por le të themi që nëse do të ndodhi që Kongresi ta aprovojë, le të themi luftën në Iran, të japi buxhetin e të tjerë, jo ka përqen ose me fitore, ose me një dëm të jashtëzakonshëm kundër ekonomisë amerikane. Pavarësisht që kam dëgjuar dhe është përmendur që industria e luftës, industria amerikane, armatimet ka për të pasur një shpërthim e të tjerë. Kjo industri nuk është se do të impaktojë pak a shumë publikun civil, pasi pavarësisht se do prodhojnë armatime, bomba, granata, publiku në fund ditës duhet të përdor karburantin për transport, duhet të përdor gazin, benzinë e tjera për të ngrohur, duhet të përdori transportin publik në disa pjesë të Amerikës, të cilat prapë kanë për të impaktuar për çmimeve. Në le të theksojmë që shporta ushqimeve është impaktuar jashtëzakonisht në Shtetet e Bashkuara prej rritjes produkteve të energjisë të tjerë. Pra, mundësia e skalimit në këtë rast ka shumë paraprita, nëse mund t'i quajmë kështu. Me paraprita që duhen menduar mirë dhe duhen kalkuluar mirë. Nëse siç e thash, një mundësi e dytë që ka për të impaktuar ekonominë amerikane nuk është. Pra, nëse do të ndodhë që do të shkojmë në Iran, do shkojmë vetëm për fitore. Dhe që siç është treguar deri më tani, fitoria duket shumë e largët në këtë aspekt. Pra, eskalimi është fjalë e madhe nëse mund ta quajmë në këtë pikë, pasi buxhet nuk ka akoma. Rrezik kombëtar për Amerikën nuk ka, ndonse u mundua për disa mediave pro administratës të thuaj që Irani do bombardojë Kaliforninë, domethënë gjëra që edhe kur dëgjon duken përqeshur. Sa vendimtar është Elianos rolin e Pakistanit në këto negociata? Pakistani kryesisht ka pasur një rol historikisht midis marrëdhënieve të SBA-s me vende delikate në lindjen e mesme Azinë Qendrore, si Afganistani, Irani e të tjerë. Ka pasur kryesisht rolin e një ure, duke qenë që Pakistani ishte nga vendet pro-amerikane të Azisë Qendrore, Azisë Juglindore. Pakistani, ne dim prej konfliktit që ka me Indi historik, dhe fakti që India është shumë e lidhur me Rusinë, me Republikën Popullore të Kinës, pavarësisht disa divergjencave që ata kanë me kinezët, është një faktor global sot. 1.5 miliard banor, GDP shumë e lartë, një ushtri me 10 milion, pra është edhe armë atomike. Ne dim që këto të gjitha krijojnë terren edhe predispozita që një vend si Pakistani, dose Pakistani ka një ushtri të mirë armatosur, ka armë bërthamore, nuk se ka një ekonomi kaq mbretërese sa India, por gjithsesi është një vend i zhvilluar ekonomikisht, të kërkojë një aleat, duke qenë që gjithë aleatët rajonal të Pakistanit, siç e thash Federata Ruse, Kina të tjerë, janë kryesisht marrëdhënie me Indinë, ndonse me kinezët Pakistani është gjithashtu në rregull. Shtetet e Bashkuara kanë qenë historikisht një aleat kyç i Pakistanit. Kryesisht në kontekst të faktit që le të themi Pakistani ka ditur gjithmonë ta balancojë influencën kineze, influencën amerikane. Ndërsa India ne dim që India shpesh së fundi ka konflikt të hapur me SBA-n në lidhje me blerjen e gazit dhe naftës ruse, në lidhje me participimin në BRICS, në lidhje me rolin e saj në rritjen e Azinë Juglindore, marrëdhënien e saj me Myanmarin e të tjerë. Ndërsa Pakistani është disi më neutral në këtë aspekt, është më i balancuar politikën e jashtme, kërkon të mbajë kontakte në të gjitha palët, dhe amerikanët sigurisht që kanë parë këtë si një aleat fort, ose le të themi, jo vetëm një aleat, nëse mund ta quajmë, e kanë parë si një partner fort të besueshëm dhe të pa-anshëm. Pasi duhet theksuar që si sultanati i Omanit, si Republika Helvetike e Zvicrës janë faktorë ne dim, neutral, nuk kanë mbajtur asnjëherë krah kush është i drejtë, kush është i gabuar. Duke qenë dhe marrëdhëniet e tyre me SBA-n, me Rusinë, Kinën, Indinë ose Iranin janë shumë të balancuara. Ky është rasti i Pakistanit. Ne dim që Pakistani po përpiqet ende të arrijë
të konsolidoj takimin midis së dyja palëve, të arrijë që të konsolidoj të paktën një pikë të përbashkët, që ato mund të bien dakord, që ata mund të dakordsojnë në lidhje me garancitë e sigurive të tyre kombëtare, flasim amerikane në lidhjen e mesme, izraelite, edhe iraniane. Tani, siç e përmenda, së fundmi Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar që gjeti vezu ka për të qenë në Islamabad. Dhe nuk ka që për të dy të flasë. Dhe nuk ka pasur edhe një deklarat nëse Omani ose Zvicra kanë për të përdorur si një vend takimi i dytë ose territor neutral për takim të dytë. Gjë që tregon që pavarësisht le të themi efortës, përpjekjeve dhe gjithë angazhimit diplomatik të Pakistanit, duket se takimi nuk ka qenë aq produktiv sa të paktën palë amerikane kanë pritur, pse amerikanët e kanë anulluar, iranianët janë ende të gatshëm për të krijuar dialog. Gjë që mbetet për të parë nëse Pakistani do të përpiqet sërish që të krijojë dialogun të dyja palëve, ose do të ngelet në dorën e një faktori të tretë, siç thash, Omani, Zvicra, ose ndoshta edhe një vende si Kina dhe Rusia kanë dalë garant që mund të krijojnë të themi kontakt ose terren të përshtatshëm për të takim. Mbetet për të parë, duhet theksuar, në vizitën e presidentit Trump në Republikën Popullore të Kinës. Kjo vizitë akoma është duke u shtyrë për shkak të konfliktit në Iran. Por mendohet, supozohet, sa kam lexuar edhe në mediat ruse, që kjo vizitë në Kinë ndoshta mund të shërbejë edhe si le të themi platformë për diskutim me dy shtete shumë delikate, si fundi me SBA, Irani, me të cilën siç po e përmendim SBA është në konflikt armëndosur, dhe Korenë e Veriut. Pra, ndoshta Kina do të jetë vendi, ndoshta disi e papritur në shumë aspekte, që ka për të bërë ato thyerjen ngrijes së bisedimeve dhe ka për të arritur që të ulë së bashku iranianët dhe amerikanët në një marrëveshje dhe njëkohësisht amerikanët dhe Korenë e Veriut në një marrëveshje. Dhe si mbetet për të parë, pasi siç e thash, deklarata nuk ka pasur nga Shtëpia e Bardhë dhe arbushimi po i afrohet fundit, kështu që është akoma e paqartë çka ka për të ndodhur. Është qartë. Elenos, nga ana tjetër, pas dështimit për të marrë sigurisht një përgjigje konkrete sa i përket këtyre negociatave, SBA nga ana tjetër përballet edhe me dilema të tjera edhe më të mëdha, pra rrezikoni gjithë kjo situatë tashmë të dëmtojë besueshmërinë e saj si një fuqi globale? Besueshmëria e SBA-s si fuqi globale është e dëmtuar, nuk ka pse të thuhet a ka për të dëmtuar, ajo është e dëmtuar. Suporti i vazhdueshëm për luftën genocidiale të Izraelit në Palestinë, fakti që pavarësisht se Kombet e Bashkuara e kanë quajtur veprimet ushtarake të Izraelit si genocid në Palestinë, SBA i ka mohuar, dhe administrata e SBA-s vijon zyrtarisht që të suportojë ekonomikisht, me armatime dhe politikisht, diplomatikisht qeverinë e Benjamin Netanyahut. Lufta e cila ka ngecur e SBA-s në Iran dhe që nga një operacion 3 ditor ose 2 javor maksimumi, 3 javor, shkojnë në një operacion që ka vjetur mbi 1 muaj dhe siç e dim ka penalizuar gjithë ekonominë botërore, po tronditë themelit e ekonomisë botërore dhe po e çon GDP-n globale nga minus 0.5 deri në minus 0.1-0.2%. Rritja ka përqyrë me minus në gjithë ekonominë globale për kësaj. Pa përmendur faktin e kërcimeve të Groenlandës, ne dim se presidenti Trump, administrata e presidentit Trump ka disa herë provuar dhe bërë presion në lidhje me aneksimin e Groenlandës, përdorimin e forcës për të aneksuar Groenlandën, kërcënimeve kundrejt liderëve evropian dhe partnerëve historik të SBA-s, ofendimin publik ose poshtrimin e tyre me anë të një gjuhë jo politike ose le të themi jo diplomatike për kryetarin e një prej superfuqive botërore. Dhe njëkohësisht, gjithë ato veprime kanë çuar edhe atë që ne dim sot, shumë vende e polakojnë SBA-s, shumë vende nuk kanë besim te le të themi politika e jashtme ose imazhi politik i SBA-s
që ne jemi mësuar historikisht ta shikojmë, dhe njëkohësisht dhe ushtarakisht i SBA-s, pasi nëse një vend superfuqi që ka një nga dy ushtrisë së bashkuara me Rusinë më të mëdha në botë, ka ngecur në një vend i cili nuk ka as armë bërthamore, nuk ka suport, po është një vend kryesisht i bazuar në resurset e forcat e tij. Pra, çfarë mund të pritet në kontekstin e mbrojtjes në këtë aspekt? Dhe duhet theksuar që shumë vende, Republika e Kinës, Afganistani, India, Rusia janë duke mësuar prej kësaj. Pekini është duke e parë në mënyrë shumë të vëmendshme diçka që po ndodhet si në Ukrainë, ku është arsenali i NATO-s duke luftuar, dhe ne dimë që gjitha provat e arsenalit të NATO-s që kapen prej palës ruse shkojnë në Kinë dhe Kore të Veriut, ata janë duke mësuar jashtëzakonisht prej kësaj, dhe në Iran, kursërisht të gjitha format filmike, materiale, mënyrë të organizimit të luftimeve, të gjitha janë duke kaluar si rrugë informative në Pekin, Moskë ose Phenjan. Pra, çfarë Amerika është duke bërë sot, është duke i mësuar këto vende se çfarë do të ndodhi, dhe ato do të jenë të përgatitura nesër, nëse një gjë tjetër ka përdorur kundrejt tyre. Pra këtu garancitë e sigurisë së SBA-s janë që SBA-ja po zbulon gjithë vetveten, gjithë strategjitë e saj dhe është duke ekspozuar veten kundrejt le të themi fuqive në rritje, të cilat pas nesër potencialisht mund që ta kërcënojnë SBA-n dhe ta sfidojnë SBA-n. Në kontekst evropian, ne dimë që sot shumë lider evropian janë duke vizituar Republikën Popullore të Kinës, janë duke u shkëputur totalisht prej marrëdhënieve temi të ngushta ose quheshin në fort perspektivë në të ardhmen, të vazhdueshme në perspektivën në të ardhmen me Amerikën, janë duke lidhur shumë marrëveshje ekonomike midis Bashkimit Evropian, Indis, Australis, Kanadas, Republikës Popullore të Kinës. Janë duke u lidhur marrëveshje të veçanta midis vendeve. Ne dimë që deri më tani Irlanda, Finlanda, Franca, Spanja, Italia, Gjermania, pra vendet kyçe të Bashkimit Evropian dhe të Evropës, gjithashtu edhe kryeministri Starmer i Britanisë së Madhe kanë vizituar Republikën Popullore të Kinës dhe kanë lidhur shumë marrëveshje dhe memorandume bashkëpunimi me Republikën Popullore të Kinës. Pra ne nuk kemi këtu vetëm një shkëputje nga sistemi i sigurisë ushtarake të SBA-s. Ne kemi këtu dhe një shkëputje nga sistemi i sigurisë ekonomike të SBA-s. Njëkohësisht në Evropë së Fundit ka dalë dhe fjalë që Evropa mund të krijojë në temi versionin e saj të Visa Mastercard. Pra Evropa do kërkohet të shkëputet dhe bankarisht, sistemi bankar amerikan. Nuk është se si në Rusi Visa Mastercard ka bllokuar, por po mundohet të krijojë një model evropian, që do të punojë vetëm brenda Bashkimit Evropian ose brenda Evropës, kur është kontinenti evropian në përgjithësi, një sistem bankar i tillë. Dhe sot bankat kryesore polake, për shembull, franceze, irlandeze janë duke punuar, janë duke dakordsuar në këtë prizëm për të krijuar një version evropian të Visa Mastercard. Pra, to tregojnë që Amerika nuk po shikohet më si bastion i sigurt, që një aleat i sigurt në çdo aspekt, jo vetëm ushtarak, por edhe ekonomik, financiar, politik dhe temi social, në kuadër të mendjeve sociale, për të ardhmen e Evropës, por edhe të partnerët të tjerë, si Kina, India, Pakistani, Rusia. Nga ana tjetër, Elianos, ka pasur dhe kërcënime nga ana e Iranit, pra se i përket goditjes së industrisë së naftës, së cilat sigurisht kanë ngritur edhe shqetësime globale. Pra, si sheh këto paralajmërime, sa reale ishe edhe nga ana tjetër, duke qenë se rajoni i Gjirit po përballet me një zgjedhje të vështirë me sigurisë, por edhe sigurisht edhe interesave ekonomike, a do të rrezikojnë vetë vendet arabe industrinë e tyre të naftës duke u rreshtuar krah Shtetet Bashkuara të Amerikës? Fillimisht duhet theksuar fakti se industria e naftës është impaktuar drejt për drejt për këtyre bombardimeve. Fakti se SBA-ja është duke vijuar kërcënimin në anën e bombardimeve, por njëkohësisht edhe në anën e përplasjes ushtarake me këmbë në teren, ka vendosur të gjitha industritë e naftës të vendeve arabe një gjendje alerti, pasi nuk di se ka përfshirë reagimin e saj, siç e përmenda. Irani sigurisht ka kërcënuar, pasi Amerika vetë është duke bombarduar infrastrukturën energjetike dhe energji prodhuese të Iranit,
flasim industrinë e naftës e të tjerë, dhe Izraeli sidomos duke për këtë gjë. Gjë që ka çuar edhe në faktin që që Irani sigurisht do kërkojë retalim, pra do kërkojë dhe ai të kundërpërgjigjet. Ai është kundërpërgjigjur. Ne dimë që në Kuvajt dhe Arabia Saudite, në Katar, në portin e naftës, në Oman, të tjerë, gjithë janë bombarduar. Ka pasur bombardime të shumta, ka pasur dëme të konsiderueshme dhe deri në nxjerrje jashtë funksionit të shumë industrive të naftës. Dhe sot Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabëve kanë planifikuar, mundohen që të organizojnë një tjetër rrugë për transportin e naftës. Në si një tubi që do ta nxjerrë naftën në detin e Kuq ose deri në anën tjetër të themi të gatishut. Do se kjo ka shumë rreziqe për shkak të piraterisë që ne dimë që është në detin e Kuq, piratëve të Somalisë, Eritrisë e të tjerë. Gjitha këto sigurisht kanë dhe impaktin e tyre në çmimin dhe në vlerën e naftës, pasi ne dimë që nëse ka për të ndodhur kjo rrugë tranziti, nëse Irani do t'i kthej këto kërcënime në realitet, pasi ata kanë mundësi, ata kanë provuar që ka mundësi t'i kthejnë në realitet. Atë do të jetë një super plus jo vetëm për prodhimin e naftës, por edhe për shipjen e saj, dhe edhe për tregun konsumator të naftës. Gjë që siç e përmenda, nëse sot është duke shkuar diku te $150, nëse kjo do të vijojë dhe do të eskalojë, siç e përmenda, kjo mund ta çojë fuqinë $200 ose edhe më sipër. Gjë që sigurisht për ekonominë globale ka qenë katastrofale, pasi ne dimë sa më shumë të rritet nafta, aq më pak ka për të qenë premisa që nafta të ulet në një periudhë afat shkurtër, gjë që do të krijojë një impakt afatgjat në gjithë ekonominë botërore, siç është duke treguar së fundi në Azi, që shumë vende, sidomos pasi ka ndjekur së fundi edhe ato në Kore të Jugut dhe Japoni, janë impaktuar aq fort sa dhe konsumi i atyre klasësh që ne quajmë klasa ende e pa hyrë në tregun e punës, janë studentë, stazhierë të tjerë, është impaktuar jashtëzakonisht. Dhe ka rritur shumë standardin dhe nivelin e jetesës në kontekstin e shpenzimeve të larta që janë shtuar prej naftës. Deri edhe në bllokim. Shumë pika karburanti për shembull në Azi sot kanë tarifa ditore sa naftë do të shesin. Ato vjen në pankarta ose banderola që sot do të shiten vetëm 2 ose 3, flasim në shifra jo reale, 2 deri në 3 litra naftë, kaq, nuk ka pasur më gjithë ditën. Pra po hyn deri në atë që ne quajmë racio me pak a shumë si me kupona, regjimi i kuponave që ka qenë njëri në komunizëm. E qartë. Mirë, Elena, ndërkaq për ta mbyllur do doja të na shpjegoje se çfarë ka ndodhur ku thuhet se dronët rus kanë shkelur kufijtë e Estonisë dhe Letonisë. Çfarë ka ndodhur realisht? Atëherë, pika kryesore, le të themi, e konfliktit ose zhvillimeve të përplasjeve të paqarta ende ushtarake, sot midis Rusisë, NATO dhe Bashkimit Evropian është Balltiku, kryesisht vendet balltike. Le të themi, incidenti që ka ndodhur është ende i paqartë, pasi nuk ka pasur një deklaratë të qartë ende, ndosë disa media ruse, jo të gjitha, disa prej tyre, ato që mbajnë si më independente akoma, kanë theksuar që ka pasur një trajektim të dronëve afër këtyre kufive për manovra ushtarake, por nuk ka pasur një kalim të territorit të këtyre vendeve. E qartë. Dhe kjo mund të provohet shumë lehtë prej gjurmëve në radar të këtyre dronëve dhe mënyrës se si ato manovrohen, pra planit të manovrimit të dronëve dhe se ato mbajnë të gjitha, kurse Rusia i mban gjithë objektet ajrore që ata fluturojnë, i mban në database të dhëna dhe arrin të gjurmoj, pra gjurmimi i tyre ku kanë kaluar të tjerë, ato gjitha le të themi hidhen në drafte, dhe ato mund ta provojnë që nuk ka qenë. Ka qenë afër kufijit, po vërtetësi për këtë afër kufijit. Afër kufijit është edhe zona neutrale midis dy kufive. Po nuk është pjesë as e kufijit as i vendit. Dhe ajo që quhet në anglisht no man's land, ose toka që si përket askujt. Njëkohësisht, nga ana e shtetit rus, për shërbimeve të shtypit zyrtar, ka qenë fakti që ky është thjesht provokim, nuk ka pasur dron, kjo janë thjesht fake news, të cilët po mundohen që të krijojnë eskalim, të kemi përballë të tjerë. Ka pasur edhe deklarata që fakti është
këto mund të jenë dronë Ukrainës, që këto është provokim, ata kanë dashur të hyjnë në Rusi dhe kur nuk kanë arritur do të hyjnë në Rusi, ja përdorur si mjet për të bërë presion, për të treguar që rusët kanë po bëjnë provokime të tjera. Pra është edhe paqartë. Nga vetë Bielorusia për shembull, një aleat i Rusisë që kufizohet me dy vende balltike, Lituaninë dhe Letoninë, ata njëkohësisht nuk kanë mbajtur qendrim, kanë thënë që ne nuk kemi diktuar asgjë në radarët tanë afër kufijve. Gjë që ka bërë sotën edhe më komplekse, pasi tu kemi dy përballje. Përballja e parë është midis medias, atyre pak mediave independente ruse, brenda Rusisë flas, të cilët kanë thënë që ka pasur, por nuk ka qenë e këtij lloji, dhe vetë shtetit rus, i cila në mënyrë kontradiktore ka thënë që nuk ka pasur fare dron. Nuk ka ky është fake news, një provokime të tjera. Pra këtu kemi dy përballje brenda Rusisë në këtë aspekt, dhe fakti që faktorët e jashtëm si Bielorusia kanë thënë që nuk kanë diktuar asgjë, pra ata nuk mund të flasin dosë çfarë ka ndodhur, dhe nga vendet balltike, që të cilët kanë thënë që ka pasur diçka. Pra, nëse ka pasur diçka apo jo, kjo nuk është e qartë akoma. Nëse dronët kanë qenë rusës o Ukrainas, pra provokime të thënë diçka për të kërkuar një precedent për të krijuar konflikt kufitar, ende nuk mund të themi. Nëse dronët kanë qenë vërtet, nëse kanë qenë në palës ruse, kanë qenë afër kufirit ose larg kufirit, edhe kjo s'mund të thuhet, pasi që thash, ende asgjë nuk është e qartë në kontekstin e mbulimit mediatik të tyre. E qartë. Mirë, Eliana, s'kemi arritur në fund, falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Mirë, shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme. Bashkë do të jemi sërish nesër me tema të tjera. Deri atëherë, mirupafshim.